Pajisje që i kemi na sot këtu, që kapim vlerën mbi $100,000. Kjo është pronë e trashëguar nga baba jem dhe normal që asnjë tro nuk ka hezitu, nëse thonë ku mu ba kjo se na jemi gjithmonë në përkrahjet tona, isha qenë më i lumtur sikur t'i shkry pak më herët. Po, mirë është edhe perspektivë. Kosova tashme ka teleskopin më të madh në Evropën juglindore. Kjo është një arritje shumë e madhe për Kosovën, e specifikisht për profesorin Milaim Rushiti, i cili është personi që punoi më së shumti në këtë drejtim, duke ia falur 5 ari to Kosovës në këtë rast për ta ndërtuar observatorin dhe planetariumin kombëtar të Kosovës. Qysh po e fshet ti tashëve që ke realizu një ëndër që ke pas tash e sa vite? Absolutisht mu lodh jo, po jemi të mirëseardhur dhe gjithherë me respekt i presim gjithë secilin, mirë po me u lodh në kuptimin fizik po energjia nuk ka halshu alo. U bënën shumë vite që punoni për projekte të tilla edhe kjo ka qenë ndoshta një prej ëndrave më të mëdha që ke pas të vitet e fundit. Ne si organizat që shpej 2015 veprojmë në Kosovë, pikrisht me njëjtin mision që veç e përmene që me bot dashtun, astronomin edhe me angullit në kokat e njerëzve se astronomia është shkencë e cila duhet të studiohet edhe është, kemë çka të studiojmë në të. Dhe pikrisht me këtë mision na kemi fillu spari me një teleskop shumë të thjesht me vrojtu na për qytete, na për sheshe të ndryshme, na për shkollat të ndryshme, na për Republikën e Kosovës, madje edhe në Shqipëri dhe në Maqedoni, kështu që kjo na ka bërë që na me punu shumë për këtë drejtim dhe pikrisht kjo ka qenë ëndra jonë që na ta realizojmë ta bëjmë këtë observator që sot është shembull edhe një ndër veprat që krenohemi ne si organizat që kemi mujt me arrit me bën deri këtu. Çka mujnë me pa njerëz tu, profesor? Tash juve si profesor normalisht që dini me spjegu ma mirë se unë e spjegova pak a shumë, po që është e rëndësishme për juve me ditë. Çka mujnë me pa njerëz kur vinë këtu me vizitu? Në fakt këtu jemi në hollin e observatorit dhe planetariumit kombëtar të Kosovës. Mbrapa neve është planetariumi ku do të shfaqe sikurse ne jemi vetë në univers në formën 3D dhe kemi me pa një shfaqje fenomenale që ka na dhënë për qiellin, për ecurinë e universit se si ka ndodhur në të kaluarën dhe të tashmen dhe në pjesën lartë kemi me mujt me i pa me teleskopet të cilët janë të gjeneratës së fundit. Qenë e çuditshme për njerëz, profesor, fillimisht që shtimja me pas këtë observator, sepse ka bë bujë të madhe në rrjetet sociale një projekt i tillë dhe shumica prej komenteve i kemi pa që kanë qenë çuditur qysh në shtime është hap pikërisht ky observator. Për me u ndërtuar një observator dhe planetarium duhen 2 kushte. E para që kemi një vend ku me ndërtu atë observator, sepse duhet plotësohen kushtet që me kanë natë tek fjalë, pare, larg qyteteve, pa drita dhe pikrisht kjo e ka bërë që me kanë këtu. Dhe në atë kohë ne si organizat kur e kemi formuar këtë observator, ishim duke vënë muhabet edhe se ku do ta ndërtojmë. Mirë po fatmirësisht që gjetëm këtë pjesë të parcelës që jemi këtu dhe e kemi ndërtuar këtë observator këtu. Ne kemi dhënë energjinë jonë, po gjithë organizata jonë që jemi 13 vjet dhe kemi nga ditë e natë për këtë punë. Kemi punu ditën, kemi punu natën, kemi punu në çdo kohë, vetëm ta mërrim këtë qëllim që kemi pas. Dhe normal që përkrahjen kur e kanë po që nuk jemi duke u nal, edhe pse ka pas pengesa gjatë rrugës në Ministrinë e Arsimit një kohë është prolongu për 3 vite ky projekt për çështje komplet bürokratike të çështjes së pronësisë se duhet të kaloj në pronësi të komunës apo diçka tjetër, mirë po më në fund edhe në aty e gjetëm mbështetje, edhe pse në vitin 2019 është amandamentuar si buxhet dhe prej atëherë domthonë deri në vitin 2022 kur kemi filluar të ndërtohet, faktikisht ndërtimi ka shku më shpejt se që kemi planifikuar, falë institucioneve të Republikës Kosovës, mirë po
si ato qeveritare, po ashtu edhe komunale, nuk do të ishte e mundshme vetëm objekti, nëse nuk do të kishim edhe këto pajisje që i kemi në sot këtu, e që për këtë ju am falendëruar shumë Qellestron Skywatcher edhe Charlie Bay Solar Astronomy Project, të cilët na i kanë dhuruar këtë donacion që kapim vlerën mbi $100,000. Jo veç dëshire jotja, ka qenë dëshire edhe prindit tonë vazhdimisht që me investu në këtë pjesë. Në fakt, unë kur kom vendosur me dhuru këtë tokë, është dashur patjetër me marrë edhe miratimin e prindit, për shkak se kjo është pronë e trashëguar nga baba jem, dhe normal që as në tro nuk ka hezitu, nëse thonë ku mu bë kjo, se na jemi gjithmonë në përkrave tona, dhe fatmirësisht që e kemi kryer atë procedurën që duhet me letra me bartë në emrin të organizatës fillimisht, mandej me bartë edhe në pronë të komunës së Shtimës. Pra është krenarie dyfish, ndoshta që e keni bërë krenar edhe babën, po në anën tjetër edhe komplet ekipën që qëndron prapa. Në fakt, isha thonë më i lumtur sigur t'i shkrit pak më herët. Po, mirë është edhe tash të shkrit. Këtu jemi në platon e observatorit, ku përbëhet prej teleskopi që e përmenëm edhe më herët, është 14 inç, dhe ky teleskop na mundson që të vërejtojmë gjatë natës. Mirë po, tjetra karakteristike e tij e veçantë është që është tracking ose përcjellës me koordinatat që i jipen prej neve. Domthonë, nëse dojmë na me vërejtu Marsin, veç e japim koordinatat që me përcjell Marsin, qysh rrotullohet toka, ky e përcjell Marsin. Pjesa e kupollës këtu është pjesë e cila rrotullohet në 360 shkallë, dhe këto dyert këtu hapen dhe na mundson me pa gjitha objektet që na dëshirojmë. Pra janë ditë të caktuara për juve që doni me ardhë, keni prej të martës deri të diellën për vrojtimin e diellit gjatë ditës. Po flasim edhe pjesa tjetër? Gjatë ditës, prej të martës deri të diellën, prej orës 10 deri në orën 19. I hapur për gjithë qytetarët me termine, kuptohet, sidomos për shkolla, gjatë të martës deri të premten është i rezervuar, po e them kushtimisht, më shumë për institucionet shkollore, pa marrë parasysh ato publike apo private. Nësa weekend për qytetarët që janë në pushim gjatë javës që kanë punu, mujnë me ardhë me vizitu edhe pa termin, domethënë mujnë çdo kohë me ardhë me vrojtu edhe me pa show në planetarium. Ndërsa gjatë natës është të martën, të njëjtën dhe të shtunën. Krejt kjo për shkak që jemi staf kogjo pak edhe nuk po mundemi me përballu gjithë kohën me nejt 24/7 thyese, edhe pse gjatë të martës, të njëjtën dhe të shtunën jemi prej orës 9 deri në ora 12 natës, por nuk e nalmi aty, zakonisht na qelë edhe vazhdon hala. Na qelë saboj shpesher duke vrojtu, sepse hajta ndjekim edhe një trup, hajte edhe një nebulë, hajte edhe një galaktik, kështu që shpesher na qelë edhe mëngjesit këtu ku jemi. A mujna na sot me vrojtu diellin këtë rast? Po, sot tash do dalim jashtë, ku do ta kemi teleskopin që na i ka dhuruar Charlie Bay Solar Astronomy Project, që është më i madhi në Evropën Juglindore. Me të do ta shohim diellin në gjatësinë valore hidrogen alfa, nga se e dim që për me vrojtu diellin duhet me pas filter mbrojtës, sepse 2000 herë është fokusi dritës në tjera, nëse i shkon pa filter atëherë automatikisht syni do të shkonte, kështu që për me rujt synin edhe me i rujt qytetarët që vinë këtu, patjetër duhet të kenë filter dhe varësisht se çfarë filteri kanë, edhe mund të vrojtojmë çfarë gjatësie valore nëse dojna me pa të verdh, të kuq, ngjyrë vjollce apo çfarë do që e ka filterin para të vënë. Edhe këtu jemi te dy teleskopët, ai i cili është në gjatësinë valore visible light ose që është në gjatësi valore të dukshme, e që na jep mundësinë me pa diellin të bardhë, gjithsesi me filter mbrojtës, dhe na mundson me i pa njolla shumë qartë në diell nëse veç ka aktivitet diellor, ndërsa këtu është teleskopi që veç se e përmend është më i madh në Evropën Juglindore dhe është hidrogen alfa, domthonë gjitha gjatësitë valore tjera i eliminon, e lejon të deportojnë në retinin e syrit, vetëm gjatësinë valore të hidrogen alfës, dhe kemi të kuqërramt, nëse mund me quajtë kështu popullorçe, ngjyrën e cila na e paraqet jo vetëm njollat, por na i paraqet edhe pertuberancat ose ato fijet magnetike që na i quajmë në zhargonin ton të gjuhës, mirë po që në fakt ato nuk janë aq të shkurta sa na i shohim në teleskop, mirë po janë shumë gjata, madje edhe rrinë shpesh edhe në tokë. Domthonë veç i japim koordinatat dhe ky vetë me përcjell diellin se çysh rrotullohet toka,
për gjithë ata që mendojnë se toka është statike, atëherë pikërisht kjo është një argument që ky po e përcjell diellin në varësi se sa rrotullohet toka, me çfarë shpejtësie rrotullohet. Mesazhi im është për gjithë popullin e Kosovës që t'ju kushtohemi shkencës, t'ju kushtohemi studimeve, t'ju kushtohemi qëndrimit në Kosovë. Nuk është zgjidhje me dal jashtë. Nuk është zgjidhje me lëshu Kosovën, po me nejt këtu dhe me munu secilin në atë lamin e vet me bë diçka çka mundi. Kështu që unë këto e kam si mision dhe si thirrje për gjithë qytetarët e Kosovës që të punojmë gjithë në ata kaçik sa kemi me punu për vendin tonë e jo për të tjerët. Kështu që nëse çdo njeri e jep kontributin e vet në atë çka mundet me dhënë, do të ishte mrekulli, edhe kjo vizitë këtu, edhe çdo sen është bë pikërisht që me pas një të ardhme në Kosovë e mos stacionojmë veç jashtë, se edhe jashtë duhet me punu, edhe atje duhet me studiu, edhe atje duhet me jetu jetën si këtu, kështu që ta dojmë në vendin tonë dhe të bëjmë diçka për vendin tonë.